zotri, zotri Lesht Nikola. Shkojnë. Mirë se erdhe, maestro. Mirë se vërgjeta. Si je? Po, ka dhe më mirë. Urime pavarësia Kosovës. Urime gjithë shqiptarëve. Kur kam lindur, unë jam me origin nga Mirdita, nga Oroshi. Kjo Mirdita që s'ushtrua asnjëherë. Disa herë keni pas edhe do Republika më vete ju? Dikur. Dikur. Kur fillova të mësoj, dëgjoj, mbaj mend që në atë kohë, dy ato që mi ishin ngulitët të parat, ishin mosh fare vogël, ishte Kosova. Kosova dhe Palestina. Ishin të dy viktimat të njerëzimin, dhe thonja. Dhe me Kosovën unë kam bashkëtuar gjithmonë. Kur e dëgjove kështu si fëmijë për herë të parë, këtë historinë për Kosovën edhe faktin që pas ka një pjesë Shqipërie? Që e kam fiksuar tamam që është pjesë e jona, ka ardhur pak më vonë. Më vonë edhe për të mësuar, pastaj normal me vitet kanë ardhur të mësosh edhe historinë, të mësosh edhe të gjitha çfarë ka vujtur ky popull. Por emri Kosovë është e pandashme me gjithë jetën e çdo shqiptari, por për ne ka qenë ose për mua, unë nuk jam më patriot se të tjerë, jam një lloj si gjithë tjerë. Kosova është ana tjetër e medaljes të njeriut të vërtet shqiptar. E kisha pyetje të dytë kur dëgjove për Kosovën, po më që jemi në frymën e pavarësisë, familja juaj një jetë të tërë, se jam interesu kështu për rënien, për gjenezën tuaj, në shërbim të kombëtarës, të atë dheu, të vendit, edhe të Kosovës. Që nga vitin 1992 kur veç arritëm të komunikojmë, interkomunikojmë më fuqishëm, të kemi parë në të gjitha pikat e ta quaj ati shkëlqimit bashkëkombëtar në përskena, në televizion, në dokumentare, në filma, në drama, e kështu. Atë ditë të bardhë, kur është pavarësia, ku ishe? Unë kam qenë duke ndjekur direkt, sepse e pritshim atë moment, e pritshim atë moment, jo, unë isha në televizion dhe isha i angazhuar. I angazhuar. Edhe me përcjellë se transmetim drejt për drejt e kështu. Tani, pa plusuar asgjë, pa plusuar, ishin përgatitur që do vije kjo datë. Të gjitha, çfarë u bë lufta pas lufta, kaluan ca vite, edhe dihesh, ishin përgatitur shpirtërisht. Por ama ngjarja Gongu ishte vërtet shumë emocionues. Shumë emocionues sepse ai kalvar 100 vjeçar, ato vujtje. Lufta u QK-s ishte kulmi. Por tragjedia e shqiptare ka filluar që në 1912-ën, 13-ën. Ishte kulmi dhe nuk mundet, edhe nëse nuk je shqiptar, edhe nëse nuk je që banon në Kosovë, jam i sigurt që çdo njeri, çdo qytetari i Europës apo i botës, kur krijohet një shtet, kur fiton pavarësinë, është një momente emocionuese që e shoqëron gjithë jetën. Unë kam jetuar në filan kur një vend i vogël atje në mes të Europës pas 100 vjetësh fitoi pavarësinë. Lesht Nikola, ky që dëgjonte historira për Kosovën, sigurisht me shumë dashuri, me shumë koncentrim, që fillimisht duke i nështë edhe si një prallë, po që pastaj e kupton që është copë e atë dheut e kështu me radhë. Një ditë në realitet ishte regjisor në një vend ku po ipe lajmi, se ipe në 2 vende, në Prishtinë dhe në Tiranë, në 2 vendet të shqiptarëve, kryesore kështu. Po ishte regjisori asaj gjëje dhe sigurisht shumë përqafime dhe lotë, Shumë. Të mbeti me rakë që s'ishe në Prishtinë, sepse ti në përplot ngjarje, më herët ka qenë në momentet kyqe, qoftë si regjisor, qoftë si aktor, qoftë si pjesë e programit artistik. I dashur ti
je mjeshtri i ekranit, por ka ose du t'ishe në sallën e parlamentit brenda, kur t'hidheshin firmat, ose më mirë para televizionit si e merë çdo detaj, e merë çdo tingull, e merë çdo emocion nga ajo sallë. Kështu që nuk e vuaj shumë këte, sepse kam qenë prezent. Në realitet, neve, një pjesë e madhe, sidomos e komunitetit artistik, të gjithë kanë bashkëpunuar me juve, kanë qenë pjesë e spektakleve tuaja të përgatitura, e në kas, sidomos për momente kyçe kombëtare, edhe më herët, edhe para shpërthimit të luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, dhe paka shumë kanë një opinion kush është Lesh Nikolla, por regjia na ka përgatit paka shumë një farloj, si të themi, mini dokumentari që rrëfen jetën tuaj. E ndjekin ta? Lesh Nikolla është një nga figurat e përkushtuara dhe punëtore të artit shqiptar. Një artist që ka ndërtuar karrierën e tij në heshtje, në përkushtim dhe vizion. Aktor, regjisor, recitues dhe krijuesi spektakleve, ai ka dhënë jetën e tij skenës dhe ekranit, duke lënë gjurmë të rëndësishme në teatr, film dhe televizion. Rrugtimi i tij artistik fillon herët me aktivitetet amatore në Mirdit, që e quan më pas drejt Akademisë së Arteve, ku pati privilegjin të vlerësohen nga emra të mëdhej si Spiro Mani, Viktor Zhusti dhe Dimitër Anagnosti. Gjatë studimeve, ai u formuan nga pedagog të shquar si Vera Zhej dhe Viktor Zhusti, të cilët ndikuan thellë në kultivimin e zërit dhe interpretimit të tij artistik. Në teatr, Lesh Nikolla shërbeu si aktor, skenarist e regjisor në teatrin e Peshkopis, duke realizuar disa premiera dhe role të rëndësishme. Në kinematografi, ai interpretoi në disa filma, ndër të cilët veçon rolin në serialin televiziv Dhimbja e dashurisë, një rol që e vendosi në një dimension të ri artistik. Por kontributi i tij më i madh lidhet me regjinë dhe televizionin. Si regjisor në radio-televizionin shqiptar më shumë se një dekadë, ai realizoi rreth 1500 orë transmetime, mbi 50 dokumentar dhe 10 spektakle madhore. Ai ishte regjisor i mbi 130 festivaleve kombëtare folklorike, duke sjellë në skenë thesare të kulturës shqiptare nga të gjitha tremat. Për Lesh Nikollën, arti nuk është vetëm profesion, por mision. Ai e sheh teatrin si formën më të pastër të interpretimit dhe televizionin si një platformë të fuqishme që duhet të udhëhiqet nga profesionalizmi dhe përkushtimi. Me një karrierë të pasur dhe një përkushtim të palëkundur ndaj artit, Lesh Nikolla mbetet një figurë e rëndësishme që ka kontribuar në ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës dhe identitetit artistik shqiptar. E maestro, pak diçka nga jeta juaj. Në realitet, po fëmirinë e ke kaluar në Mirdit? Po, deri në moshën 8 vjeç. Deri në moshën 8 vjeçare. Pastaj shkove në Tiranë. Pastaj në Tiranë, në gjimnaz. Çfarë fati i mirë ju dërgoi atje? Po, në Tiranë ishin disa arsye, po unë kisha dhe dajat në Tiranë. Edhe mbashë vetëm gjimnazi Petronini Luarasi, një nga gjimnazët më të mira që vazhdon dhe sot ka eksperiencë, pranonte nga rrethet dhe por që me kushtin që të kishin mesataren e mirë. Mesataren e mirë. E kishe mesataren e mirë. E kisha. Pastaj edhe familja dhe dajtë dhe të gjithë ishin të lumtur për këtë gjë dhe hajde o burra ta çojmë tek Petronini, a? Petronini, po. Luarasi. Pastaj jam kthyer në Mirdit në Rrëshen. Gjimnazi prej ka dalë realisht emrat më të mëdhej kështu të artit, Petronini. sidomos, te Petronini. Po, në të gjitha fushat. A? Gjitha fushat. Në të gjitha fushat. Gjitha fushat. Po, tashi, si e kujton fillimin e rrugtimit tuaj artistik? A? Çfarë ju shtiu ta zgjidhnit atë kështu si mision, a profesion? Realisht pa filluar të ushqej diçka, mua më pëlqente letërsia. Letërsia, kur them letërsia, është romani, është poezia. Po, ëndrat i kisha për tjetër profesion. Po, këto më pëlqenin. Edhe isha mirë në letërsi. E ëndra ku ishte? Ëndra ishte për profesione si që ishën më të si mosha, kupton, për ndonjë ushtarak, ndonjë...
Ne komandant, ne. Mjek, po. Me ato gradat, me Por kapelet, unë i dashur, unë kam vllajën regjisor. Tash i dhaj, normalisht, mosh para meje, dhe ishte regjisor në Mirdit, në Mirdit. Rëshen. Regjisor dhe i talentuar. Edhe shkoja në prova, unë rria dikun në fund,